në një hotel në Vlorë. Më përpara kam punuar diku tjetër, gjithmonë në privat, jo në shtet. Okej. Je shefe finance apo financiere parë? Shefe finance. Shefe finance. Ç'të shtyu të bëhesh e pjesë e këtyre trajnimeve për burime njerëzore? Atëherë tek puna ku punoj e shikoj shumë të nevojshme sepse do një trajnim për burimet njerëzore. Ne aktualisht atje nuk kemi një person dhe doja më shumë të plotësoj edhe këtë pjesën e kam si më pëlqen, me thënë që të angazhohem me organizimin e njerëzve. Më shumë edhe pastaj më vonë që t'i jap dhe dikujt ta kaloj si punë. Okej, ju e mbuloni vetë burimet njerëzore, si është struktura? Jo, nuk i mbuloj vetë, por kam një person i cili ka nevojë, domethënë për ca gjëra dua ta kem pak në kontroll që t'i jap edhe disa si i thon detyra të tjera. Po. Okej, shumë mirë. Po. Atëherë, unë faktikisht doja të pyesja edhe në lidhje me materialet që janë të prezantimi, nëse keni pasur mundësi t'i hapni dhe a janë të aksesueshme apo jo? Apo është Jo, hapen, janë shumë të aksesueshme. Okej, në rregull. Se e kam bërë një thjeshtësi për ju që të klikoni direkt, domethënë mos i keni materialet e shpërndara, po ka raste që ndoshta nuk hapen edhe ndaj doja thjesht edhe konfirmimin tuaj. Jo, unë kam pasur shumë të kollajt janë të aksesueshme, të 3 materialet që unë nuk kam ndjekur. Okej, shumë mirë atëherë. Presim edhe pak, na bashkohen edhe të tjerë, edhe fillojmë sot kemi menaxhimin e performancës, edhe pjesën e trajnimit, ndërkohë që në trajnimin e radhës kemi pjesën e pagave edhe të shpërblimeve, që ndoshta Vlerina ti mund të jesh eksperte tek kjo pjesë, por do ta trajtojmë edhe pjesën e pagave dhe shpërblime hap pas hapi. Jo vetëm tek përllëkësia e pagës, por edhe gjëra të tjera të cilat komponentët e tjerë domethënë që përfshihen bashkë me një pagë. Kjo pjesë është goxha motivuese tek punojësit. Pjesa e pagës. Pjesa e shpërblimeve. Sa kam parë të bonuseve të shpërblimeve është goxha motivuese. Po, patjetër. Sidomos për pjesën e punojësve të cilët janë një moshë të re. Megjithatë, shpërblimet jo vetëm monetare, janë edhe shpërblime të tjera të cilat përfshihen te kategoria e shpërblimeve, por do ta trajtojmë domethënë edhe javën e ardhshme. Po. Ndërkohë mund të fillojmë me të dyja dhe të shohim pastaj gjatë kohës që na bashkohen persona të tjerë, mund të flasim, mund edhe të rikthehemi sërish materiali që mos të humbasim kohën e asnjëres prej palëve. Siç e përmenda, në trajnimin e sotëm kemi menaxhimin e performancës. Do trajtojmë 3 pika shumë të rëndësishme. Okej, Kozeta. Më falë. Kozeta, përshëndetje, mirë se u bashkova. Përshëndetje, na falni për vonesën, po faj shiut, trafikut. Shumë kohë e keqe është faktikisht. Si keni qenë? Fiks për të ndënjur në shtëpi dhe për të bërë trajnim. Mirë. Megjithse kjo koha na sëmur paksa të gjithëve, po që përpiqemi ta kalojmë. Kozeta, ti ke qenë në trajnimin e herës së kaluar apo jo? Po. Lam një detyrë, nuk e di nëse ke mundur të bësh diçka. Mos më pyet për detyrë se nuk kam mundur të bëj. Okej. Jam shumë ngarkuar.
Pa problem. Mirë, kur të keni mundësi për të bërë diçka, atëherë mund ta dërgoni edhe, domethënë jashtë afateve, nuk është problem. E rëndësishme është të praktikojeni edhe për veten tuaj. Atëherë, sot siç e përmenda kemi menaxhimin e performancës. Do trajtojmë kërkesat e menaxhimit të performancës, vendosja e objektivave, planet e trajnimit dhe të zhvillimit. Kalojmë me secilën. E para njëherë do trajtojmë se çfarë është vlerësimi i performancës. Ai vlerësimi që bëhet ndoshta një herë në vit apo çdo 6 muaj. Është një proces që përdoret në shumë organizata kompani për të vlerësuar performancën e punonjësve dhe për të menduar se si të maksimizohet kontributi i ardhshëm i punonjësit. Afati kohor që merret në konsiderat zakonisht është një proces që përfshin një fazë përgatitore qoftë nga punonjësit, por edhe nga menaxheri. Qëllimet kryesore për vlerësimin janë vendimi për rritje page apo për një dhënie shpërblimi, vendimi për shpërblim moral të punonjësve, ngritje në përgjegjësi, transferim në punë, mbajtye apo largim nga puna, përcaktimi i nevojave për trajnim dhe zhvillim, planifikimi i nevojave për personel dhe identifikimi i problemeve që ka punonjësi me performancën. Një proces që ndiqet për të bërë vlerësimin e performancës së një punonjësi, që fillon me plotësimin e një draft vlerësimi performance nga punonjësi, më pas bëhet plotësimi nga menaxheri i këtij format vlerësimi, kryhet takimi midis të dy palëve, të dy palët dakordsohen për një vlerësim performance total, duhet ta pranojnë të dyja palët dhe më pas ky draft dërgohet tek burimet njerëzore. Po kush janë kërkesat që duhet të ketë menaxhimi i performancës? E para njëherë të gjithë duhet të dinë se çfarë të bëjnë dhe çfarë mos bëjnë, që nuk kupton se cili punonjës në momentin që vjen në punë duhet jetë i qartë për detyrat dhe përgjegjësitë e tij. Të gjithë japin kontributin e tyre, zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale, menaxherët duhet të kenë aftësitë e nevojshme dhe menaxherët masin dhe monitorojnë. Tani, një pyetje kisha, në këto kërkesat e menaxhimit të performancës, cili mendoni ju është pjesa e kërkesave më të rëndësishme? Domethënë janë okay të pesta bashk apo është një nga kërkesat që nuk duhet të jetë në këtë listë? Mund të kem mendimin tuaj? Goca? Atëherë, ideja është këtu. Për të pasur një proces të rregullt të menaxhimit të performancës së punonjësve. E para njëherë, nëse do të kalojmë te kërkesat kryesore të menaxhimit të performancës, e para njëherë, menaxhimi i performancës është një proces që nuk duhet bërë një herë në vit. Performanca është një proces që duhet parë çdo ditë. Për më tepër, është e rëndësishme që punonjës të dinë se çfarë kërkohen nga ai dhe mos ngarkojë artificialisht vetëm me punë të cilat nuk duhen bërë. Nga ana juaj, sa shpesh zhvillohen takime me punonjës për të parë nëse ky punonjës po performon apo nëse është duke bërë punën që i takon? Në kompaninë time asnjëherë. Nuk bëhen fare takime me punonjës? Për gjëra të tjera, po jo për këtë. Po mirë. Për performanca, gjëra të tilla. Ideja është, domethënë performanca përfshin edhe punët e përditshme, se ato domethënë detyrat e tua duhet realizohen në një farë mënyrë që ti të performosh në mënyrën e duhur. Nuk po flasim vetëm për performancën vjetore që disa kompani kanë, disa të tjera nuk kanë. Por, siç përmendet edhe në këtë slajd, performanca është një proces i vazhdueshëm. Është një proces që nuk duhet pritet fundi vitit që ti të bësh atë formularin e performancës edhe
menaxheri të di se çfarë po bën ti në një vit. Është një proces që vjen gradualisht për të shmangur gjithë elementet e tjerë. A ndodh kjo në rastin tuaj, apo ato që janë në pozicion menaxheri, ndoshta Blerina që mund të ketë staf në varësi, stafi që ti ke në varësi, a e din gjithmonë se çfarë duhet bëjnë në fund të ditës? Po, atëherë tek subjekti jon ne nuk e lëm gjën, domethënë që të çedoj një herë në vit është absolutisht shumë pak për mua. Ne një herë në muaj të paktën problematikat që janë, mundohemi që t'i zgjidhim brenda muajit, sepse është një humbje për subjektin nëse ti mban një punonjës që vazhdon pafundësisht bën gabime. Dhe njërë në muaj vinë nga menaxheri, domethënë vinë të gjitha ato ankesat që ka, apo të gjitha ato të mirat që ky punonjës shiko se ky e ka performancën shumë të mirë, mund të domethënë t'i japim dhe një detyrë tjetër që mund ta bëj. Ne njërë në muaj e bëjmë këtë dhe nuk e lëm gjën që të vej të përkeqësoj, sepse kjo është në dëm të subjektit. Okej, shumë mirë. Domethënë është mirë që bëhet njërë në muaj, që punonjësi ta di se çfarë pritet prej tij. Po. Kështu që kjo është sepse normalisht ka dhe punonjës që ndonjëherë pa vetdijen e menaxherit ose pa të keqdashësinë i jep edhe një punë që atij nuk i takon në fund dhe vinë dhe punonjës si ankohet, që shiko se mua më kërkohet diçka jashtë asaj që më është caktuar. Dhe ka nga të dyja palët ankesa. Kjo është shumë e drejtë, prandaj edhe këtu përmendet, është e rëndësishme që punonjësi të di se çfarë kërkohet nga ai. Po përveç pjesës që ngarkohet nga personat të tjerë menaxher apo specialistë të tjerë, ai mund edhe të ngarkojë vetëm me detyra të cilat për një menaxher nuk janë të nevojshme. Dhe aja e së gjithës është që të dim se çfarë duhet të bëjnë të dyja palët. Përveç kësaj, shumë e rëndësishme është që të dyja palët duhet të kontribojnë. Punonjësi dhe menaxherit duhet të kontribojnë në menaxhimin efektiv të performancës. Po flasim, domethënë, jo vetëm për pjesën e vlerësimit final në fund të vitit. Domethënë është një proces hap pas hapi. Tjetër shumë e rëndësishme është të gjithë zhvillojnë aftësitë e nevojshme profesionale. Kjo ka të bëjë me pjesën e trajnimeve dhe zhvillimit të punonjësve. Përveç pjesës së trajnimeve që punonjësit duhet t'i bëjnë nga kompania, trajnime on job training, domethënë që quhen, punonjësi duhet të zhvillojë edhe veten e vet, duke zhvilluar trajnime të tjera, të cilat kompania nuk është se ka buxhet ndoshta për t'ua ofruar, ose zëm një shembull, kompania mund t'ju ofrojë një kurs Exceli në nivelin mesatar, ndërkohë që ti je gjatë nivelin mesatar dhe ky kurs mund të përforcojë njohuritë tua. Nëse ti do të kalosh në një nivel tjetër, e mira është secili edhe të japi kontributin e vet që të japi një performancë, por edhe të zhvillohet. Dhe kjo kërkesë këtë nënkupton, që përveç zhvillimit që ju merrni nga kompania dhe trajnime të dedikuara për ju, mund edhe të gjeni trajnime të tjera profesionale të cilat ju ndihmojnë për të zhvilluar njohuritë. Ndërkohë, dhe menaxherët është shumë e rëndësishme që të kenë aftësitë e nevojshme. Domethënë, që të jetë efektiv në këtë rol, ai duhet të ketë aftësitë e nevojshme dhe aftësitë të mira teknike. Performanca e punonjësve është po aq funksion i cilësisë së menaxherëve sa dhe aftësisë profesionale dhe kompetencave të punonjësve. Kisha një pyetje për ju dhe më thoni sa mund t'jeni dakord. Nëse një punonjës ka një performancë të ulët, kjo është përgjegjësi e tij apo është përgjegjësi e menaxherit? Loreta? Mund të kemi mendimin tënd? Nëse ky punonjës ka pasur që në fillim performancën e ulët dhe është pranuar nga menaxheri, është faji menaxherit. Nëse ky ka pasur punonjësi, ka pasur performancë normale dhe nuk ka arritur
për më vazhdim është faji vetë punonësit, sepse nuk do që të mësojë trajnimet që jepet. Okej, kështu që është, le të themi, E njëjtshme. të dyja krahët, secila duhet Varet si është situata. Po, prandaj secila palë duhet të japi kontributin e vet. Domethënë qoftë menaxheri, qoftë edhe punonësi. Nëse të dyja palët japin kontributin, nuk besoj se mund të ketë probleme. Por nëse një nga palët çedon, i bie që ka një problem, qoftë punonësi apo edhe nga ana e menaxherit. Masin dhe monitorojnë. Menaxherët duhet masin performancën në mënyrë të vazhdueshme, është ajo që tha edhe Blerina, që ne nuk presim fundin e vitit, por bëjmë takime çdo muaj për të parë performancën. Por kjo ndihmon që në mënyrë që punonësit vazhdimisht zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale. Është shumë e nevojshme që të zhvillohen takime me punonësit për të shmangur qoftë edhe largimet nga puna për shkaqe të ndryshme pa kënaqësie, por edhe për ta ndihmuar një punonjës që ka një kapacitet të caktuar që të ketë një performancë më të mirë. Kështu që roli i menaxherit është shumë i rëndësishëm për të matur dhe për të monitoruar një punonjës. Renditja e performancës. Atëherë, më poshtë po flasim për pjesën e performancës vjetore të një punonjësi dhe elementët që duhet të ketë një formular për vlerësimin e performancës. Nuk e di nëse ju ka rastisur ndonjërit nga ju që të bëjë një ose të plotësojë një formular vlerësimi performancës vjetore. Me sa tha Kozeta nuk i kishte rastisur. Blerina, keni plotësuar formular për vlerësimin e performancës vjetore? Po, kemi plotësuar. Njërë në vit. Okej. Loreta më tha jo, besoj se është në biznesin e vet. Apo jo, Loreta? Jo. Okej. Atëherë, do kalojmë në secilin slide për të kuptuar se çfarë duhet të ketë një formular vlerësimi performance. Dhe e para është renditja. Sistemet e renditjes së performancës përdoren për lidhur performancën me pagën. Renditja e ulët mund të jetë efektive për paralajmëruar punonjësin se duhet të përmirësojë performancën në punë. Renditja, shkallët e renditjes mund të jenë diku nga 1 deri në 5. Por ka disa kompani që mund ta bëjnë edhe nga 1 deri në 4. Dhe nëse ti ke një numër prej 10 punonjësish apo prej 20 punonjësish në fund të vlerësimit të performancës, ti nxjerr një tabelë, një përmbledhje me vlerësimin që ka pasur gjithsecili dhe në varësi të saj ju bëni ato vlerësimet tuaja për rritje në karrierë, për ndryshim pozicioni pune apo në rastet e largimit nga puna për largim nga puna. Kush janë e para një herë është pjesa e renditjes së bazuar, shembull i shkallës renditjes performancës. Nëse në totalin e gjithë vlerësimit punonjësi ka vlerësimin 4 deri në 5, flasim për një punonjës i cili ka një performancë shumë të lartë dhe mund të jetë gati për të kaluar ndoshta në një pozicion tjetër dhe për të promovuar. Në vlerësimin 3 deri në 4, punonjësi ka treguar një nivel mbi atë në pritje dhe ka përmbushur sfidat në një nivel të lartë, është domethënë i shkëlqyeshëm në atë çka bën. Kemi punonjës të tjerë, të cilët nuk kalojnë në shkallët e larta të performancës, por mund të kenë një performancë të kënaqshme dhe të pranueshme. Por kemi dhe 2 raste të tjera specifike, rasti që ka nevojë për përmirësim, janë personat për të cilat duhet përgatitur një plan për zhvillimin e tij dhe për përmirësimin e punës së tij, dhe punonjësit të cilët janë në vlera 0 deri në 1, të cilët kanë nevojë që ose do zgjidhet marrëdhënia e punës ose duhet një plan shumë i shpejtë për të përmirësuar performancën e tij. Kto janë shkallët e renditjes të cilat janë të bazuara në objektiva që ne do vendosim për performancën.
Domethënë në formatin e vlerësimit performancës për objektivat që vendosen 1, 2, 3, 4, ju jetni një vlerësim nga 1 deri në 4 ose nga 1 deri në 5. Dhe në varësi të këtij vlerësimi, ju përcaktoni nëse ky punonjës është i jashtëzakonshëm, i kënaqshëm, ka nevojë për përmirësim apo është i dobët. Tani, kisha pyetje për ju, ose më saktë janë 4 pyetje që menaxherët përballen në përditshmërinë. E para një herë, kush janë KPI-t apo përcaktuesit kyç të performancës ose objektivat Key Performance Indicator. Sa mirë po performon aktualisht stafi në punën e tij, si mund të përmirësohet performanca e tij dhe cilat janë shkaqet e nën performancës. Më thoni se cila nga ju nëse haseni apo jo me këto pyetje në përditshmëri. Ose me cilën nga pyetjet haseni më shpesh. Goca? Kemi një përgjigje? Atëherë tek neve është pyetja e parafundit dhe e fundit, domethënë si mund të përmirësohet dhe cilat janë shkaqet. Okej, po se sa mirë po performon stafi nuk është se pyesni. Jo, normalisht edhe ajo është kryesorja. Okej. Por që këto të dyja domethënë hasen më shumë, si mund të përmirësohet edhe cilat janë shkaqet. Cilat janë shkaqet e në performancës. A keni ndonjë përgjigje për të shkaqet apo është individuale? Ajo varet, është individuale. Okej, që varet nga personi. Po, më së shumti, domethënë nga stafi që ju keni, se do doja, domethënë edhe për të parë se si funksionon industri të ndryshme dhe çfarë problematika ka. Domethënë kush janë shkaqet sipas teje të nën performancës? Më shumë, më së shumti. Atëre shkaqet tek ne sa kanë vënë re, domethënë unë shikoj një mungesë dëshire tek të gjithë, sidomos tek të rinjt, për të punuar dhe për të marrë përsipër atë punën që vinë që të bëj. Sepse ti vinë në punë dhe thua unë do ta bëj këtë, pavarësisht të arsimit apo profesionit që mund të ketë gjithkush. Dhe për mua ndikojnë më shumë është ajo dëshira për të punuar dhe për të zhvilluar. Pastaj ka dhe arsye të tjera, ndonjëherë dhe nga ana e menaxherëve mbi ngarkohen, domethënë dhe me punë që nuk u është caktuar që në fillim dhe kërkohet ajo që ti nuk i ke thënë. Okej, paqartësi në detyrë ndoshta. Po, edhe pak mungesë stafi dhe duke qenë që ka mungesë stafi ti ndonjëherë një person e ngarkon më tepër nga ç'duhet dhe këtu fillojnë pastaj ato pakënaqësitë. Po që unë shikoj një mungesë dëshire më shumë për të punuar. Okej. Edhe unë mbështes mendimin e Blerinës, po, dëshira, mungesë dëshire, neglizhenca, pabërgjeshmëria. Janë shkaqet e nën performancës. Po pse vijnë këto, Kozeta? Sigurisht edhe country director besoj që do të jetë një menaxher më i mirë, që të ketë kërkesë llogarie më të lartë. Okej. Mos është për shembull të caktuara. Po. Unë mendoj përveç se nuk është dëshira që mund të kanë atë vullnetin, kreativitetin të rinj të sot, por i ka ikur dhe një dëshirë më madhe dhe punojnëse që janë mbi 40 vjeç. Masat dhe mungesa e informacioneve që ne kemi pasur në shkolla shumë të ngarkuara dhe nuk e mbase mundësive nga kjo, mbase nga pagat, sepse nuk janë në standardin e duhur që çmimet janë të larta dhe pagat pak a shumë janë aty, sidomos për turizmin, hoteleri turizmin. Nuk se kemi ndonjë dhe ata mendojnë punonjësit, thonë të gjithë janë njësoj.
kudo që të shkoj, më mirë e bëj dhe nuk e bën punën me dëshirë, sa ato të bëj ato orarin në 8 orëshin, ose në jug që ata punojnë me 16 orë. Po, Janë shumë faktorë që ndikojnë në këtë pjesën. okej. Po, Sepse nëse punëdhënësi i jep trajnimin e duhur, i jep pagën e duhur personit, duke filluar nga sanitari deri tek drejtori i përgjithshëm ose zgjidhur administratori, në qoftë se ecën çdo gjë në rregull, me gjitha kushtet, me gjitha legjislacionet që ndodhin, sepse shumica e bizneseve private në Shqipëri nuk t'i japin 28 ditë pushime. 22 e kemi tani me kod. 20, ka ndryshuar, më fal. Nuk që kam informuar. 28 nuk t'i japin dhe nuk kam për t'i dhënë. Nuk t'i japin as 14 ditë. Dhe shumica e bizneseve të vogla që kanë punonjës, nga 2-3 punonjës, i thonë i ke 14 ditë pushime, po i ke pa pagesa. Më fal, si mund të shkoj ky person me dëshirë në punë? Po, janë edhe këto Kur ndodhin këto, janë shumë faktorë që ndodhin kjo, sepse ka shumë aftësi në menaxhimin. Është shumë punonjë në shumë bizneseve. 10% e bizneseve që janë shah, vetëm ato i respektojnë legjislacionet. Okej, jo domosdoshmëri shah, se kjo varet nga Pjesa më e madhe, SHPK. Po, bizneset e vogla nuk e kanë këtë. Ka problematika në bizneset e vogla, këtë nuk e bën në diskutim, po momentin që ti fillon punë në një biznes, i ke marrë parasysh të gjitha dhe çështja e korrektësisë dhe performancës në punë është pak çështje personale dhe përgjegjësie e personit, sepse ai në momentin që të ka marrë në punë, për shembull ti merr një staf në punë, nuk është se detyron personin të vijë dhe të pranojë kushtet e tua. Jam shumë dakord që ti duhet të zbatosh kodin e punës. Unë për vete, kur kam bërë, domos tek lokali që kam bërë, kur kam bërë intervistat, ju kam thënë, hajdeni, i kam dhënë gjitha kushtet që kam, të lutemi, kam thënë, më jep çfarë kushte keni juve? Që t'i shikojnë të dy bashkë. Dhe nëse ju përqen kushtet e mia, mund të vini, mund të provoni 2 ditë që të pëlqejnë puna me kushtet e mia apo jo. Unë kam dhënë këtë shans, gjithë, pa përjashtim. Sepse ata duhet të pyeten, që të punojnë tamam, që të punojnë me dëshirë, duhet të pyeten. Patjetër, se në momentin që ti dakordson, atëherë sepse vetë se dhe mua nuk më pëlqen puna jote se si e bën. Ai nuk do dallohet me 2 ditë, por në ditën e parë, ditën e dytë ai do nxjerrë një problematik që ka të vetën me staf ose në qoftë se një person është jo tolerant, jo social, do ta nxjerrë në një moment. Sikur dhe me një orë, që kjo për mua kjo është gjë shumë kryesore sociale. Në marrëdhënie me kolegët e me gjithë. Sepse po s'patë marrëdhënie me kolegët, jam mërzit punën dhe kolegët tjetrit. Mërzitet çdo gjë, çdo gjë duhet varion nga kështu. Edhe të llojet e performanca pastaj në radhë. Vetëm diçka, nuk është zgjidhje gjithmonë vetëm paga, sepse një punonjës ti mund t'i japësh momentalisht pagën që ai kërkon. Jo, nuk është zgjidhje. Nuk është vetëm përveç për pjesën e mosdëshirë, përveç unë më shumë lidha nga që thënë dhe vajza, për mosdëshirën e punonjësve të rinjve. Të rinj, për këtë lidha për të rinj më të larta pagë, nëse do bëjmë një krahasimore me personat të cilët kanë më shumë vite eksperiencë dhe janë më të duruar edhe është dhe mos informacion kurse për moshat më të mëdha është mos informacioni i duhur ose i ngarkuar dhe nuk kanë informacionet e duhur që punën që kanë zgjedhur që të bëjnë. Kjo është e vërtetë. Lodhja se mund të ketë zgjedhur një ekonomiste të bëjë ekonomik, por ai është më shumë të shoqëroja se do të ka ekonomistja, financa. Mund të jetë më shumë të burimet njerëzore me ligjet, me legjislacionet, se sa dhe marrëdhënie me
me pacientët, edhe sigurisht me klientët edhe me punonjësit. Mund të jetë shumë mirë aty se sa tek financa. Por ai ka zgjedhur profesionin si ekonomist, jo si administrator. Mirë, kjo na hap një problem tjetër, pastaj zgjedhje që bëhen në moshë të re, po megjithatë se secili ka kohën që t'i korrigjojë ato zgjedhje. Okej. Në dëshira e personit që duan të marrin më shumë informacione apo jo. Kjo ishte tek mirësia. Më falni. Okej. Atëherë, përveç Më falni, ose? Jo, shumë mirë që e përshëndete. Jam të lokali dhe jam me telefon për ndaj, flasin klientët. Okej. Atëherë, menaxhimi I disa problemeve me performancën, kemi ato dy rastet që përmendëm kur punonjësi në overall del me një performancë të dobët edhe një performancë që ka nevojë për përmirësim. Në rastin e një performance të dobët të një punonjësi, ka dy forma të cilat ti mund të veprosh të punonjës, ose me një lloj kompromisi, marrëveshje me të dyja palët, do zgjidhet marrëdhënia e punës, që e parë, dhe e dyta është në rastet kur ai nuk pranon që kjo marrëdhënie të zgjidhet me kompromis, bëhet zgjidhja e marrëdhënies së punës për performancë të dobët me procedurat që I kemi trajtuar edhe në leksionin e radhës së parë. Ndërkohë, është një procedurë tjetër që ndiqet në rastin e punonjësve të cilët kanë nevojë për përmirësim. Kemi dy momente të rëndësishme. E para është një rishikim informal I performancës që përfshin një takim midis menaxherit dhe punonjësit, që vendos synimet e përmirësimit, bën edhe atë planin e zhvillimit për të përmirësuar performancën e këtij punonjësi, dhe dyta, rishikimi formal I performancës, që zhvillohet një takim me menaxherin e burimeve njerëzore bashkë edhe me dy menaxherin dhe punonjësin. Në të dyja rastet, duhet t'i jepet mundësia punonjësit për të përmirësuar. Domethënë në rastet kur vlerësimi është në ato vlerat që I përmendëm 2 deri në 3, më falni, ti krijon një plan për përmirësimin e performancës së këtij punonjësi. Dhe plani është zakonisht 3 deri në 6 muaj. Që ti I jep mundësinë që ky punonjës të përmirësoj performancën e vet. Nëse sërish performanca e tij nuk përmirësohet, mund të kalojë në performancë të dobët edhe ndiqet një procedurë tjetër. Por, çfarë ndodh me dy rastet e tjera kur punonjësi ka një performancë të lartë? Paga e lidhur me performancën. Në raste të tjera kemi rastin që punonjësit do I rishikohet paga, kemi dhe rastin që punonjësi kalon ndoshta në varësi të hapësirave që mund të ketë në biznes, në pozicione të tjera të cilët janë më të larta. Domethënë, në dy rastet e fundit me pikë më pak pikë, kishim nevojën për përmirësim të punonjësit ose nevojën për të zgjidhur marrëdhënien e punës. Dy rastet e para kur punonjësi ka një performancë të mirë, është mundësia që punonjësit t'i jepet një shpërblim apo t'i rishikohet paga vjetore, paga mujore, më falni, ose është mundësia që ky punonjës të kalojë në një pozicion tjetër më të lartë se pozicioni që ka aktualisht. Kjo në varësi edhe të mundësive që ka biznesi. Objektivat. Më falë një pyetje. Nëse ky punonjës ka te CV-ja I ka cilësuar performancat në maksimale dhe gjatë punës, ai nuk I tregon ato performancat që ka shkruar në CV, si duhet të veprojë? Atëherë, ne flasim për performancën e një punonjësi në punë, sepse në CV ai mund të jetë, nuk e di, domethënë elementi më I mirë që ti ke takuar. Ndërkohë, performanca që ne po flasim edhe që ne do vlerësojmë është performanca e tij në punë.
në punë, më falni. Bëhet performanca 3 mujore, periudha e provës, në rastet kur punojësi është në periudhë prove përpara përfundimit dhe pas saj bëhet performanca vjetore, por pa në shkaluar pjesën e takimeve mujore dhe vlerësime mujore që ti bën me punojësit, jo formalisht, por brenda departamentit. Që do të thotë, se çfarë shkruhet në CV dhe personi që ti merr në punë është një vendim që ti ke marrë. Nuk e di se si ka qenë performanca e tij në punën e mëparshme, pavarësisht se mund të marrësh të mirëqenë edhe me mirëbesim ti I beson personi kur thotë që ka pasur një performancë shumë të mirë. Performanca që të në rezumat nuk funksionon aq mirë këtu në Shqipëri, që nga punët të tjera që ka kaluar, nuk mund të jape një vlerësim në shkrim ose nuk e jape. Referenca, nuk e jape. Por ti shef performancën që ai ka në punë. Po si duhet të veproj në moment që unë shoh performancën pas 3 muaj që nuk është ajo që unë mendoja. Okej, ti ke të drejtën të bësh zgjidhjen e marrëdhënies punës, nëse performanca është e dobët, ose dyta, ti bën një plan zhvillimi të këtij përmirësimi, të këtij punojësi për një periudhë 1 mujore, 2 mujore, 3 mujore afatin e vendos ti. Domethënë, ulesh me punojësin, komunikon dhe I vendos disa objektiva, siç mund të jenë këto objektivat SMART, disa objektiva ose një plan për përmirësimin e tij për një periudhë 1 mujore. Ky plan duhet të jetë me shkrim. Është një plan I cili I jepet punojësit, firmoset nga të dyja palët, nga ty dhe nga punojësi. Pasi përfundon afati 1 mujor, ti ke të drejtë të bësh rivlerësimin e punojësit dhe të shohësh nëse ai mund të qëndrojë ende në punë apo jo. Afatin e përmirësimit të punojësit e vendos ti nga 1 deri në 3 muaj, nga 3 deri në 6 muaj. Është çështje individuale dhe në varësi dhe të kandidatit apo punojësit që ti ke. Por, mund edhe ta zgjidhësh, ne e trajtuam të zgjidhja e marrëdhënies punës, në rastin e një punojësi që është në periudhë prove, secila nga palët ka të drejtë të zgjidhë marrëdhënien e punës me një njoftim 5 ditë përpara. Ti thjesht I bën një njoftim me shkrim 5 ditë përpara përfundimit të afatit dhe I thuaj që më vjen keq, po performanca juaj nuk është në nivelet që unë kërkoj. Nëse kalon periudha 3 mujore, më pas është çështja më e komplikuar, por që në periudhë prove është shumë e thjeshtë edhe pjesa e matës performancës, por edhe pjesa e zgjidhjes së kontratës. Nga të dyja palët flasim. Në rastin e vendosjes së objektivave, domethënë pas kalimit të periudhës së provës, një punojësi është e mira që të vendosen objektivat në mënyrë që ti të bësh vlerësimin e performancës në varësi të këtyre objektivave. Dhe metoda SMART është një metodë që përdoret për vendosjen e objektivave për punojësit. Që do të thotë, këto objektiva duhet të jenë specifike, të kenë një rezultat të matshëm, të arritshëm, realist dhe në kohë. Që do të thotë, ti për secilën nga objektivat që I vendos punojësi do përcaktosh një kohë që ai të realizojë këto objektiv të vendosur. Konkretisht, kam marrë një shembull në slajdin e radhës. Për një pozicion pune kam përshtypjen kam vendosur pozicionin e punës specialist burime njerëzore. Kjo është një tabelë me 4 objektiva që janë vendosur këtij punojësi. Pra, pasi kalon periudhën e provës, ti I vendos 4 objektiva që ai duhet realizojë për një kohë 6 muaj apo 1 vit. Objektivi I parë që kam vendosur është mirëmbajtja e dosjeve të punojësit, që është një nga detyrat e një specialisti të burime njerëzore dhe I është vendosur një pesh 10%. Objektivi numër 2 është mbyllja në kohë e trajnimeve të stafit. Flasim për pozicione pune të cilat kanë edhe pjesën e trajnimeve, induction training apo trajnime të tjera që duhet bëj stafi. Objektivi numër 3 është mbyllja në kohë e rekrutimeve të stafit.
në rastet kur kemi pozicione vakante, të cilat të mbyllen brenda afateve të përcaktuara dhe mos të zgjaten më shumë në kohë. Dhe objektivi numër 4, mbyllja në kohë dhe në saktësi e pagave të punojësve. Për secilin nga këto objektiva është vendosur një peshë e caktuar nga 10 deri në 35. Ju mund të vendosni për shembull në rastin e rekrutimeve mund vendosni 40%, varet se sa prioritet ka ky objektiv për ty. Në rastin e për shembull po zëm për Loretën që ka staf banakier apo kamarier në punë. Mund të jetë një objektiv shumë i rëndësishëm komunikimi me klientët, që ka shumë rëndësi për të. Mund të vendoset një peshë 30% apo 40%, por totali të gjitha objektivave të vendosura në vlerësimin e performancës duhet të jetë 100%. Ti vendos për secilin nga objektivat më pas kohën që duhet respektuar për të përmbushur këtë objektiv. Dhe kjo është pjesë e formatit të vlerësimit që përdoret. Domethënë bëhet vetë vlerësimi dhe më pas vlerësimi nga menaxheri. Jam e qartë për pjesën e objektivave? Në këtë lloj forme, Loreta, ti mund vendosësh, mund edhe t'ja komunikosh verbalisht, por mund edhe t'ja japësh me shkrim. Se kur flasim për bizneset vogla, është edhe pak më vështirë të ndiqen gjitha procedurat. Por ideja është që ky punonjës të di se çfarë kërkohet prej tij. Nëse për ty është shumë e rëndësishme pjesa e komunikimit, mbylljes në kohë, të porosive, dorëzime, marrja e pagesës etj. Thjesht i bëhet me dije punonjësve që kush janë elementë më të rëndësishëm për ty në punë. Por çfarë e ndikon performancën? Folëm pak dhe ju thatë mendimet tuaja për pjesën e çfarë ndikonte në performancën e punonjësve. Kemi të shprehur disa thënie kryesore, ku më pak se 20% e gjitha problemet performancës njerëzore i atribuohen punonjësve individual. Dhe më shumë se 80% e këtyre problemeve i atribuohen mjediseve, sistemeve të punës ku punojnë njerëzit. Nëse njerëzit nuk janë në punë, nuk mund të performojnë dhe mungesa e tyre do rezultojë në rënje të nivelit të produktivitetit. Që do të thotë, në raste të caktuara, kur kemi punonjës të cilët nuk na vijnë fare në punë, normalisht nuk po pretendojmë që ata të kenë një performancë të mirë apo jo. Kështu që edhe prezenca në punë është shumë e rëndësishme që të kemi një performancë përveç gjithë diskutimit që patëm për pjesën e performancës së tyre në punë. Për pjesën e një pjesë tjetër e vlerësimit është edhe vlerësimi 360 gradë. Vlerësimi 360 gradë është një metodë e re vlerësimi që përdoret, përfshin kërkimin e kontributeve jo vetëm nga menaxheri, por edhe nga të tjerët që janë në kontakt me personin dhe që janë në gjendje të japin feedback. Duke përdorur këtë proces, punojësi, por më shpesh menaxheri mund të marrë një feedback të strukturuar nga një mori burimesh për të ndihmuar atë të përmirësojë performancën. Do doja mendimin tuaj nëse përdoret apo jo ky vlerësim 360 gradë, ose më saktë nëse ka ndikuar në punën tuaj ndonjëherë mendimi jo i menaxherit, por mendimi të tjerëve, le të themi, në performancën tuaj, në vlerësimin tuaj. Për shembull, Loreta, doja të pyesja gjithashtu, nëse ti vet merr mendimin e klientëve për performancën e stafit? Nëse po, deri diku e marr, por dhe shikoj vetë. Edhe shikon vetë. Domethënë, sepse është e vërtetë sepse mbase mund të kenë dhe konflikte interesi, që unë kam pasur dhe staf nga lagje, aty që kam pasur dhe komshin. Gjithmonë kam bërë edhe këtë tjetër, sepse kur mund të jenë dhe komshin, dhe mund të kenë dhe problemet të vetat ata, personale, edhe nuk I kam marrë një parasysh, të gjitha. Okej, e kuptoj.
Domethënë, mendon që vlerësimi 360 gradë është okay? Domethënë mund të përdoret? Po, Jo mund të vetëm përdoret. mendimi jot, por edhe ndoshta i kolegëve, i Mund të klientëve. përdoret. Po unë realisht kur kam punuar, nuk se merret në për kompanitë më dhaja, merren dhe me tashe me njerëzit. Po. Tani, Dhe administratori nuk i ka marrë parasysh. okay. Mendimet që i jepin të gjithë për mua ose edhe për stafin, sepse ai shikon të punën. Në një kompani të madhe, mendon se duhet të ekzistojë kjo si formë vlerësimi? Ja, nuk mendoj. Unë shumë mendoj në performancat që jep menaxheri, në punën që jep. Po jo tek tashefemet ose gjithmonë ndodhin janë ato konfliktet e interesit në pozicionet e punës, në marrëdhënie me njëri tjetrin, ka shumë mendoj se ja. Okay. Blerina, ti si Vetëm të mendon? menaxherit, po. Blerina, ti si mendon në bizneset ose në biznesin ku je ti? A duhet të ekzistojë vlerësimi 360 gradë? Mendoj se jo. Mendoj se jo, se Si si shta... mendon se jo? Atëre është, si shta dhe zonja parafolse, do të thënë që është dhe kjo pjesa e konflikteve që kanë me njëri tjetrin. Edhe do marrë parasysh mendimi të gjithëve dhe vlerësohet pastaj në fund. Okay, ti vetë ke staf Tashefemet ekzistojnë gjithandej. Urdhra? Më the që kishe staf në varësi? Po. Okay. Menaxherët financier. Okay. Për vlerësimin e një punonjësi, do bësh vlerësimin e tij për ndoshta një vlerësim në pagë apo vlerësimin e pozicionit apo për të rritur në përgjegjësi. Ti merr mendimin e kolegëve për të? Po. Merren, do me thënë, aq sa mund ta vlerësoj, se shikohet pastaj edhe marrëdhënia që kanë me njëri tjetrin, se në qoftë se dy persona kanë dhe konflikte me njëri tjetrin, normalisht merren për bazë dhe vlerësimet pastaj që të bën dikush tjetër pak më kompetent. Po pra, ndonjëherë edhe keq përdoren. Edhe mund të ketë persona që ndikohen nga mendimi. Okej, por kjo është një metodë që ka filluar dhe përdoret. Domethënë ka dhe ato templatet e veta që mundet përveç vlerësimit që të bëhet nga menaxheri, i jepet dhe kolegëve dhe është një palë e tretë më pas asnjëse që mbledh gjithë pjesën e vlerësimeve. Nuk e di nëse është një gjë e mirë apo një diçka e keqe, sepse kjo lidhet paksa dhe me marrëdhëniet shoqërore që mund të kesh me personat për të bërë vlerësimin. Megjithatë, ka raste që përdoret nga disa kompani. Personalisht jam 50 me 50 nëse duhet përdorur apo jo. Ndoshta në raste specifike për punonjës që duhet të kenë marrëdhënie me kolegët, janë Po pra, është dhe kjo, sa kam parë unë, lidhen shumë në mënyrë shoqërore me njëri tjetrin dhe nuk din të mbajnë atë pozicionin e punës. Mendojnë se puna është njësoj si jashtë, kur ti mund të lidhesh dhe shoqërisht dhe që aty do të thënë fillon prishet ai zinxhiri. Po pra, po. Kjo është e vërtet në fakt. Okej, tani, kjo ishte pjesa e vlerësimit performancës. Nuk e di nëse keni ndonjë pyetje për sa i takon pjesës së vlerësimit performancës, përpara se të kalojmë tek pjesa e tjetër e trajnimit edhe zhvillimit të punonjësve. Kemi ndonjë pyetje? Ndonjë paqartësi, ndonjë diçka që doni të dini më tej për sa i takon performancës? Për të theksuar te performanca është edhe pjesa e templateve, do të thënë në kompanitë tuaja ku jeni, mund të bëni një template duke përfshirë këto elementet që ne përmendëm, në varësi edhe të stafit që ju keni, mund të jetë i thjesht një template ose duke përfshirë elementët objektivat edhe disa elemente tjera, korektësia në punë, përgjegjshmëria në punë, sa i hapur është ndaj përgjegjësive të tjera,
Nëse do keni nevojë për një template që unë t'ua bëj share, mund të më thoni dhe mund të bëj një share një format template-i, por është në varësi edhe të biznesit dhe të pozicioneve, se nuk mund të bëjmë një template shumë të ndërlikuar për punonjës të cilët janë punonjës shërbimi, kështu që duhet paksa në varësi dhe të biznesit pjesa e template-it që përdoret. Për sa i takon trajnimit dhe zhvillimit. Atëherë, është shumë e rëndësishme që përpara përfundimit të vlerësimit performancës të përfshihen gjithashtu dhe nevojat e trajnimit të një punonjësi. Nevojat e trajnimit dhe zhvillimit të këtij punonjësi, në varësi edhe të punës që ai kryen. Këto nevoja të trajnimit mblidhen nga specialisti ose menaxheri i burimeve njerëzore për secilin nga punonjës dhe në varësi të këtyre nevojave bëhet planifikimi se çfarë trajnimesh do të ketë gjatë gjithë vitit për punonjësit. Plani i zhvillimit është shumë i rëndësishëm për të ndihmuar individin që të planifikojë mënyrën se si do të maksimizojë sa më mirë aftësitë profesionale dhe njohuritë e tij. Një plan zhvillimi mund të ndihmojë për të shtuar zhvillimin e çdo individi. Atëherë, kam një shembull plan zhvillimi i cili mund të përdoret edhe mund edhe të shtohen elemente të tjera nëse ju doni. Siç e tham, në vlerësimin e performancës kemi renditjen e punonjësve sipas vlerësimit dhe në varësi të renditjes së tij, ti mund vendosësh një plan zhvillimi të punonjësit. Ajo çka kam bërë në këtë plan zhvillimi, kam përcaktuar fushat që ky punonjës duhet të zhvillohet, që janë menaxhimi i kohës, menaxhimi i konflikteve në ambientin e punës, përmirësimi i aftësive në përdorimin e programit Excel apo networking. Flasim për pozicionin që unë kisha zgjedhur, specialisti burime njerëzore. Për secilin nga fushat e zhvillimit vendoset prioriteti, kush nga këto fusha ka një prioritet të lartë dhe kush nga këto fusha ka një prioritet të mesëm dhe të ulët dhe periudha në të cilën duhet përmirësuar. Loreta për shembull që kishte një rast të një punonjësi që nuk performon, mundet t'i bëj një plan zhvillimi dhe përmirësimi të tillë duke përcaktuar fushat, planin e veprimit, prioritetet dhe periudha. Dhe nëse ky nuk realizohet brenda kësaj periudhe të caktuar, atëherë merren masat përkatëse. Këto janë disa fusha dhe disa elementë që përfshihen tek plani i zhvillimit që janë pjesë e vlerësimit të performancës. Dhe siç e përmenda, menaxheri i burimeve njerëzore mbledh të gjitha kërkesat që bëhen për gjithë punonjësit dhe harton më pas planin e trajnimit për gjithë stafin. Po kush janë 6 ecë e trajnimit? Kanë qelluar me të gjitha. E para, i kam vendosur dhe në anglisht dhe në shqip, që ju t'i shihni edhe në gjuhën angleze se si janë: engage, educate, enhance, empower, energize, enlighten. Që do të thotë trajnimi shërben, e para njëherë angazhon. Trajnimi bën të mundur angazhimin e punonjësve me kulturën e organizatës. Këtu ka raste edhe të trajnime të brendshme, edhe trajnimet e brendshme, po edhe trajnime me provider të jashtëm. Shumë e rëndësishme që personat të angazhohen në trajnime sepse ndihen edhe mirë edhe motivohen. E dyta është arsimo, trajnimi ndihmon për të rritur diturinë dhe ndërgjegjësimin e punonjësve normalisht. Përforcon, ndihmon për të shtuar dhe për përmirësuar aftësitë profesionale dhe kompetencat e punonjësve. Fuqizon skuadra dhe mund garantoj që merren vendime të shpejta. Jep energji
të gjithë pjesëmarrësit që marrin pjesë në për trajnime janë më energjik pas trajnimit nëse mund ta keni vënë në re dhe janë gjithashtu dhe më të motivuar dhe më të frymëzuar. Frymëzo mund të jetë një mjet për ndihmuar njerëzit që shohin gjëra ndryshe, mund të ndihmojë për të çliruar potencialet që më parë nuk ishin përdorur. Nuk e di nëse ju keni marrë përveç këtij trajnimi që po e bëni vetë nga ana juaj. Blerina, ke marrë pjesë në trajnime të tjera të cilat ka zhvilluar kompania, domethënë është si politik në kompaninë tuaj, zhvillimi i trajnimeve për zhvillimin e stafit, apo konsiderohet kjo si një kosto? Blerina? Më shkëput, më duket Blerina. Okej, ndoshta lidhemi sërish me të. Loreta, nga ana juaj? Unë përveç personalisht trajnimet i kam në pjesën e legjislacionit gjithë, ja u tregoj vetë çdo gjë. Pjesa më e madhe e punojve, domosdoshmë kjo, do të marrësh skicë të trajnosh për vetë të japësh regjime që ti duhet të sillet me klientët dhe si duhet të me stafin. Kaq të tjerat janë gjëra fiksa. Programi normalisht ja kam trajnuar vetë. Kurse nga që dhe në Excel jam goxha mirë vetë. I kam bërë vetë. Bana kerët vinë nga kafet, vinë vetë, ata të shafeve që sillen kafet dhe i trajnojnë një herë dy. Kur kam pas punuar në punët e tjera, tek puna që kam pasur në supermarketit që ka qenë në Slovene, që kam punuar herën e kaluar, ai na trajnon, na vinte fshetë burrë me njerëzve, vinte dhe na trajnonte. Vinte dhe na trajnonte nga vetë e punonte, për gjitha çfarë na duheshin dhe na sillte edhe nga Slovenia na kanë sjell që ishin specialistë të programit. Ata, kurse tek puna tjetër, tek puna. Ja, më shkëpute. Më shkëpute, Loreta. Më falë nëse më shkëpute. Okay. Kurse tek kjo nuk ne kanë ishte kosto e tepërt për të na trajnuar. Te kush ishte kosto e tepërt për të trajnuar? Te financa që kemi qenë në staf. Kam qenë ekonomist. Pjesa e trajnimit ishte kosto e lartë. Një pyetje kisha, si e ndjer ti pas trajnimit? Sa më shumë që marr informacione, është më vetëm duket më padija. Që vetëm që me personalisht, kudo që jam trajnuar. Jo mos nga Slovene, sepse ata janë shumë faramesh. Dhe ata kishin informacion në mënyrën e kishin praktike më shumë se sa mënyrën të ndihje rregullat e programit ose vetë Excelit. Më shumë shpjegonin praktikitetin që të bëhesh sa më shpejt. Okej, por pas trajnimit, këto 6 ete famshme, a kanë qenë a jenë ndjerë e mësuar me energji? Po, normal. Po, më ndryshe, t'jep të goxha energji pozitive. Okej. I ke praktikuar më pas të dije, ose ato çka ke përfituar gjatë trajnimit? Po, unë kam praktikuar, sepse edhe punën me Excelit që më ka dhënë që punoja goxha, më shumë aty kam marrë se sa nga trajnim kurset që kam bërë vetë. Okej, shumë mirë. Më shumë aty, tek praktikiteti ishte më i thjeshtë aty, se sa të bëhet e kurset, se në teori bëhesh më pak të në vitet
shumë vite para. Shumë mirë. Atëherë, ka disa kompani, ajo edhe që përmendi dhe Loreta, që trajnimin e Është konsiderojnë kostot. si një kosto. Si kosto trajnimi. Ka dhe shumë persona ose më saka shumë kompani të cilat nuk investojnë për faktin se kanë frikën që stafi do largohet edhe nuk zhvillojnë trajnime për stafin. Atëherë, në trajnimin e punonjësve përfshihen kosto drejtpërdrejta dhe të tërthorta, të cilat paguhen nga buxheti i trajnimeve, dhe trajnimi konsiderohet një kosto e tërthort. I parë si një kosto, ka të ngjarë të jetë i kufizuar në shtrirje dhe në intensitet, që do të thotë në momentin që ti trajnimin e konsideron si një kosto në buxhet, normalisht nuk ke shumë trajnime dhe intensiteti i trajnimeve që zhvillohen në kompani është më i ulët në krahasim me kompani të tjera të cilët nuk e konsiderojnë trajnimin si një kosto, por e konsiderojnë trajnimin si investim. Pra, trajnimi është edhe investim, është i trajtuar si investim. Trajnimi si investim përbën një instrument në zhvillimin e kapacitetit dhe të aftësive për të mbështetur objektivat organizative. Dhe vetëm diçka të ndërzi të kjo pjesa që është kosto, por pra është investim për punonjësin. Por është dhe frika tjetër, sepse i trajnon, edhe ti iki. Ky është problemi tjetër më i madh dhe prandaj shumica mendojnë se është po ke të drejtë, por kjo nuk do të thotë që ti stafin s'do ta trajnosh apo jo. Ose mund të bësh një lloj përzgjedhje, domethënë ti mund të trajnosh persona të cilët mund të kenë kaluar periudhën e provës, ose mund të bësh trajnime më të zhvilluar për persona të cilët ti di që do të qëndrojnë, por edhe të gjithë së bashku duhet të marrë një lloj trajnimi, sepse përmirësohet cilësia e punës tënde. Pastaj largimet e punonjësve nuk i shmang dot dhe nuk e se çfarë bën me këtë pjesë. Prandaj punonjësit duhen trajnuar që ti të shohësh rezultate, se sikur 5 gjëra të mësoj nga një trajnim, thjesht mënyrën e qëndrimit, mënyrën e shërbimit, mënyrën e komunikimit me klientët, 5 gjëra të fiksoj, ty t'i japin direkt rezultat në punën tënde të përditshme. Dhe përveç kësaj, trajnimet që zhvillohen nga vetë ty dhe trajnimet që zhvillohen nga provider të tjerë janë shumë ndryshe. Do të thonë, nëse ti punon në një kompani dhe trajnimin ta jep menaxheri dhe ti shkon në një vend tjetër që ta jep dikush tjetër, është më ndryshe sepse ti e shef si një person i cili ka më shumë informacion, ka më shumë bagazh, po përveç saj është edhe grupi i trajnimit që rrini mendimet me njëri tjetrin dhe shihnin se si funksionojnë. Prandaj ka shumë elemente të cilat përmblidhen bashkë tek pjesa e trajnimit. Këtë e trajtuam, në sa trajnime keni marrë pjesë, të cilat prej tyre kanë qenë të financuara nga kompania ku ju punoni. Si të planifikojmë buxhetin e trajnimeve? Atëherë, siç e përmenda edhe në fillim fare, na duhet një buxhet për trajnime në mënyrë që gjithçka të jetë e planifikuar edhe të parashikojmë gjithashtu shpenzimet që do kemi për këto trajnime. Dhe janë disa elementë shumë të rëndësishëm për të bërë planifikimin e buxhetit të trajnimeve. E para njëherë është nevoja për trajnim. Duhet bërë një analizë detajuar e të gjitha nevojave për trajnim të punonjësve. E përmenda edhe më herët, të gjitha nevojat e trajnimit të punonjësve dalin nga vlerësimi i performancës që bëhet për punonjësin. Secili prej menaxherëve përcakton për punonjësit nevojat që ky punonjës ka nevojë, domethënë, për të trajnuar dhe për të zhvilluar, duke vendosur prioritetet për secilën nga nevojat, kush ka prioritet më të lartë, të mesëm dhe të ulët.
përcakton kohën në të cilën do të zhvillohet pjesa e trajnimit dhe HR-i i hedh të gjitha këto të dhëna që merren në një plan apo në një buxhet trajnimi, duke përcaktuar edhe elementë të tjerë të cilët janë po këtu kryerat të cilat do t'i trajtojmë. Do të thotë që gjitha nevojat merren, hidhen dhe më pas kalojmë në apin tjetër. Merret një konfirmim për buxhetin që na duhet për sa i takon trajnimit. Bëhet një lloj planifikimi se sa do shpenzohet për trajnim dhe sa do jetë buxheti që ne kemi për pjesën e trajnimeve në një afat kohor një vjeçar. Ky buxhet ndahet me muaj, presupozojmë mund të jetë diku tek 500 euro në muaj trajnime në një kompani për gjithë stafin. Ka muaj të cilët ti nuk zhvillon trajnime, mund ta shpenzosh muajin e ardhshëm ose mund edhe ta lësh buxhetin pa konsumuar, por ideja është të përcaktosh në fillim vitit sa buxhet ke për zhvilluar trajnimet e stafit. E treta shumë e rëndësishme, gjetja e providers apo ofruesit e trajnimeve. Më falni se më morën telefon dhe më shkëput, po lidhesh atë. Okej. Jemi duke trajtuar buxhetin e trajnimit. U shkëputet tek buxheti apo te nevoja për trajnim? Tek nevoja për trajnim, aty ku fillon me çishte. Okej. Pra, nevojat për trajnim të gjitha mblidhen nga vlerësimi i performancës. Ti ke 5 punonjës, bën vlerësimin e performancës së 5 punonjësve dhe planifikon për secilin çfarë nevojash ka për trajnim. Të gjitha këto nevoja për trajnim më pas i dërgohen burimeve njerëzore, të cilët mbledhin vlerësimin e performancës bashkë me nevojat dhe bëjnë atë planin e tyre për trajnime për vitin. Këto është e mira të bëhen në këtë periudhë, ndoshta pas trajnimeve, në mënyrë që të kemi një buxhet edhe një lloj planifikimi që në fillim të vitit. Më pas ti përcakton një buxhet për të shpenzuar për trajnime që do zhvillosh për gjatë gjithë vitit. Buxheti është me muaj, në janar, shkurt, mars, me një vlerë të caktuar sa do shpenzosh për gjithë vitin. E treta është gjetja e ofruesve për trajnimin. Ti shef në treg, në procedura prokurimi është që duhet kesh 3 providers dhe ti zgjedh kostën që është më leverdishme për ty për zhvilluar trajnimet e stafit. Ti gjen në treg, bën kërkimet e tua, merr oferta dhe gjen providers që mund të bashkëpunojnë me ty për zhvillimin e trajnimeve. Bën një listë të gjithë këtyre ofruesve të trajnimit dhe rast pas rastit ti mundet të lidhësh një lloj marrëveshje me një prej tyre ose mundet të përdorësh të 3 apo të 5 sa mund të kesh në varësi të trajnimeve që do zhvillosh për të gjithë stafin. Dhe hapi tjetër shumë i rëndësishëm është pjesa e aprovimit të buxhetit për trajnimet. Gjithë buxheti që ti ke planifikuar me gjithë elementët duhet të marrë një lloj aprovimi në mënyrë që ti të vijosh ta ekzekutosh për gjatë gjithë vitit. Dhe kjo është pjesa e aprovimit të buxhetit nga personat përgjegjës. Nëse ti je vetë shefe, normalisht nuk e nevojë për aprovim, por përgjithsisht procedura funksionon në këtë lloj forme. Dhe ja ku kemi një format buxheti trajnimesh, i cili duhet të përmbajë datat e trajnimeve të përcaktuara, kush e ofron trajnimin, elementët, tema e trajnimit, punojësi që ti dërgon, departamentin, kosto trajnimi për lek, në rastet kur ka shumë trajnime të cilat mund të jenë në euro, edhe e mira është të vendosen të dyja, edhe kostot në lek dhe kostot në euro. Dhe në fund fare, për referencë ti mban nëse ke bërë pagesën apo jo për të trajnim. Në fund fare, totali i kësaj vlere është vendosur 45.000 apo 450 euro, ndërkohë ti mundet të shtosh në fund
edhe buxhetin që ti ke për trajnim. Mund të kesh një buxhet, siç e përmendëm, 4 milion lekë të vjetra në vit, dhe shef se ku jemi çdo muaj me pjesën e buxhetit. Në rastet të caktuara kur ky buxhet nuk konsumohet, mund kaloj domethënë në vitin tjetër dhe mundet, ose për gjatë muajve mundet që të bëhen trajnime me një kosto më të lartë, duke qenë se nuk është konsumuar për 2 apo 3 muaj. Kemi ndonjë pyetje? Jo, Nuk kemi pyetje. Atëherë, kjo ishte çka kishim trajtuar në trajnimin e ditës së sotme. Vlen për t'u theksuar edhe një herë pjesa e vlerësimit të performancës së punonjësve. Në momentin që kërkoni të bëni një vlerësim performance të punonjësit, është shumë e rëndësishme përcaktimi i objektivave për secilin punonjës, objektiva të cilat duhet të jenë të matshme, të arritshme, të realizohen në një kohë të caktuar dhe të jenë specifike. Pra, hapi I parë është vendosja e objektivave, e trajtuam edhe në leksion. Hapi I dytë, vlerësimi I punonjësit. Edhe vlerësimi I punonjësit duhet përcaktohet në fillim të vitit, kush është periudha që ti do bësh vlerësimin e punonjësit, që mund të jetë në janar, mund të jetë në dhjetor, në mënyrë që ti t'i japësh një lloj shpërblimi apo t'i japësh ndoshta edhe një lloj rishikimi page, mund të jetë edhe në dhjetor. Dhe pasi përfundon pjesa e vlerësimit, duhet parë punonjësi ka një performancë shumë të mirë apo punonjësi ka një performancë e cila duhet përmirësuar apo duhet që punonjësi ta largojmë nga puna. Krijohet plani I përmirësimit dhe plani I zhvillimit të këtij punonjësi, duke përfshirë nevojat që ky punonjës ka për trajnim dhe më pas përcaktohet periudha e trajnimit dhe zhvillimit të punonjës. Domethënë overall ky është gjithë procesi se si funksionon pjesa e trajnimit. Atëherë, në trajnimin e radhës kemi pjesën e pagave dhe shpërblimeve, dhe duke qenë se do jetë trajnimi I fundit, nuk e di Loreta nëse ke diçka që do doje ta kishim pjesë të trajnimit të fundit, apo nëse kishe nevojë për ndonjë material të cilën mundet ta diskutojmë apo mundet edhe ta bëjmë share në trajnimin e fundit. Loreta. Më shumë për legjislacionet të punonjësve, më saktë dhe të kompanive, kë duhet të punonjësve që ti tregojnë punonjësve sa legjislacione që të kenë të drejtat e veta dhe cilat jo. Më shumë për këtë pjesë. Fiks për kodin e punës, kodin e punës e trajtuam edhe në leksionin e radhës, nëse ke mundësi që ti hedhësh një sy. Do t'i hedh me patjetër, prandaj nuk. Okej. Nëse ke mundësi, ti hedhësh një sy trajnimit të radhës, aty kam përfshirë dhe pjesën ke një draft kontrate pune, ke procedurën e zgjidhjes marrëdhënies punës, të lutem ti hedhësh një sy dhe nëse ke pyetje apo diçka që do doje që ta rishikonim, mund ta rishikojmë së bashku, apo diçka që ti nuk e kupton në lidhje me mënyrën se si është trajtuar. Domethënë, në këtë leksion ke edhe masa disiplinore, ke edhe formën e zgjidhjes në periudhën e provës. Po, në leksionin që kishim radhën e kaluar. Javën e kaluar që fishon. Nëse do kesh pyetje, mund më shkruash që ti ritheksojmë edhe një herë tek. Po, do nxjerr disa pika dhe do të çam. Po.
Ndërkohë, një pyetje fundit kisha për ty, domethënë, i gjithë trajnimi për burimin njerëzor në seancat që ke qenë pjesë. Sa të ka ndihmuar ty në biznes? Ke ndryshuar diçka? Mënyrën e komunikimit, po, për të treguar dhe pjesën diçka më të por direkt nuk më ka doja të pjesën, sepse duke të studioj të armam, gjithatë të një muaj, ati muaj s'ka staf të eri që kam aty, dhe nuk mund të hyja direkt me këto që kam mësuar, dhe me ato që u tregova para një muaj, kur mora në interviste dhe gjitha. Çdo gjë me gradualisht, me kontratën normalisht, unë kam dhënë, kam thënë ose që ditën e parë. Pavarësisht se ata se lexuan asnjëri. Po, dhe kjo është zgjedhje e tyre, por që duhet ta lexosh për mos thënë ty më pas pse nuk ke dhënë kontratën e punës, sepse nuk inspiron këto që janë kontratë. Po, e vërtetë, se unë ja i kam thënë që lexojeni, ju lutem lexojeni. Kush e di atyre ju duket më sigurisht ndoshta nuk i detyroj. Edhe nuk e kuptojnë, dhe mira është në rastet kur ajo çka mund të kem praktikuar unë në punë më përpara, për punonjësit të cilët nuk e kuptojnë edhe janë në nivel staf shërbimi, unë përpara se ata ta firmosnin kontratën e punës, ja shpjegoja se çfarë elementesh kishte kontrata e punës, dhe shkurtimisht ato nelen që ishin shumë të rëndësishme për ta. Edhe për ne dhe për ta, orari punës që ishte shumë i rëndësishëm të respektohej, zgjidhja e marrëdhënies punës, afatet në rast se kishe shkelje, paga që do merrte personeli ndërtar. Domethënë, e mira është nëse një punonjës nuk e lexon me pak fjalë, domethënë ja përmbledh dhe ja shpjegon se çfarë përmban ajo si kontratë. Më kupton? Po, e kuptoj. Po, shkurtimisht, do më thënë që edhe ai ta kuptoj se me të drejtë mund ta shohësh një person i cili ndoshta nuk ka përfunduar një arsim, e ka vështirë ta kuptoj se çfarë është shkruar në kontratë, apo jo. Po, e kuptoj. Ndonjëherë është vështirë ta kuptojnë edhe personat që kanë marrë shkollë nga ata që janë me arsim të mesëm. Prandaj e mira është shkurtimisht i mbështet ato elemente kryesor. Okej, element tjetër që do doja që të trajtonim, nëse do kesh diçka, do të shkruaj. Okej, më shkruaj në mënyrë që të bëjmë edhe një lloj përmbledhje në trajnimin e fundit për ato që kemi trajtuar, dhe pikat më kyçe për të mbajtur mend. Okej? Super. Mirë, shumë faleminderit që ishit pjesë në trajnimin e sotëm. Faleminderit. Do ridëgjohemi sërish në trajnimin e radhës. Ditën e tjerë